Shkaktarët zdihen ende. Vetë se dëma që shkaktoi ky zjarr në vrellë të Lipjanit janë goxha të mëdha. Krejt kjo hapësirë mes aeroportit Adem Jashari dhe kampit të njësive speciale të Kosovës dyshohet se u përfshin nga flakët kur u dogjën një numër i madh i gomave. Veç saj një barak u dogje disa vetura dëmtua në hapësirat brenda kampit të policisë. Këtë konfirmoi shefi i ndrimit të brigadës së zjarrfiksëve të Lipjanit, Lavdim Trashupa. Po se o kon flokë e madhe, o kon zjarr më i madh, kon qell atje një objekt i policisë, një baraku kollën, atje kemi intervenu, ishin edhe dokerë aty, ishin konfiskuar për policisë, aty mas pari kemi intervenu. Ai bëri të ditur se për të lokalizuar zjarrin u desh edhe ndihma e brigadave tjera. Informatën në vend ngjarjes kemi mbri, kur kemi mbri në vend ngjarjes, tu i kemi po që këto gumat janë kon të koll, që të zjarmi ju kon kështu kon. Po tash është në kontroll është. Domethënë na kanë ndihmuar në Prishtinë, Glogos e aeroporti. Për më shumë se 4 orë, kjo rrugë që nga Fushë Kosova të çon në Lipjan dhe Anasjelltas u bllokua për qarkullim për shkak të zjarrit. E shkaktarët e flakëve nuk dihen ende. Ndërkohë ekipi i zjarrfiksëve të Lipjanit vazhdoi të intervenonte edhe gjatë orëve të pazitës dhe të kujdestaroi në këtë pjesë ku flakët qenë ende aktive. Televizioni ka provuar të marrë një konfirmim nga Policia e Kosovës në lidhje me këtë çështje, por zyrtarët të këtij institucioni nuk ishin të qasshëm.